Në Vlorë është ulur numri të rinjve. Mjafton të shikosh çdo ditë rrugët e qytetit për ta perceptuar këtë fakt, ku syri të sheh në shumicë njerëz të moshës së tretë. Vetëm për një vit nga 2023 në 2024, popullsia e re në moshë 0-29 vjeç u tkur në të gjithë vendin me 4%, gati 3 i popullsisë së përgjithshme, ndërsa tkurje ka edhe në qarkun e Vlorës. Të dhënat zyrtare të Instatit tregojnë një prirje të fortë të tkurjeve në grup moshën 0-29 vjeç, numri foshnjeve 0-4 vjeç nga 2023 në 2024 ra me 2.5%, duke pasqyruar normat më të ulta prej vitesh në 1.5 fëmijë për grua, ndërsa vlen të theksohet se u tkur mosha 20-29 vjeç në numrin e përgjithshëm të popullsisë, moshë kjo që është më e prirur të emigrojë për studime, punë sezonale apo kontrata të përhershme në Bashkimin Evropian. Tkurja e forte të rinjve po vën në vështirësi edhe shkollat, pasi për shkak të regjistrimeve më të pakta, ato mbyllen kryesisht në zonat rurale, teksa tregu i punës po përballet me mungesë punojësish në të gjithë sektorët, që nga IT-ja, turizmi apo edhe shërbimet. Kjo mungesë po shkakton presion në rritje të pagave dhe furnizimin me punonjës të huaj, por financat publike pritet të përballen me shpenzime më të larta për skemat e pensioneve, në një kohë që numri kontribuesve do të vijë në rënje. Tkurja e grup moshës 0-29 vjeç nuk është thjesht një statistik, por paralajmëron reformime të thella në tregun e arsimit, në ekonomi dhe në strukturën shoqërore shqiptare. Demografët lajmërojnë se nëse institucionet nuk veprojnë sot, duke vënë popullsinë dhe rritjen e saj si prioritet, fenomenet lindshmëri e migracion do të imponojnë ndryshime shumë të kushtueshme. Shqipëria rrezikon të përballet me një hendek të përhershëm, ku mungesa e kapitalit njerëzor do të kufizojë rritjen ekonomike dhe aftësinë për të integruar me sukses në tregun unik evropian.